Rrezik vdekje. Nuk është shumë larg bulevardit kryesor të qytetit Vlorë-Skel, muri i shkollës Ismail Qemali rrezikon të shembet. Këto pamja s'pak normale të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora këtë të hënë, duhet të vendosin në lëvizje të gjitha institucionet, qofshin ato të shërbimeve apo edhe institucionet arsimore, përfshi këtu vetë drejtorinë e shkollës apo edhe ndërmarrjet e Bashkisë së Vlorës për të bërë të mundur largimin e këtij rreziku. Shqetësimi i cili po ngrihet nga televizioni 6+1 Vlora, që e ka indicjen edhe nga banorët e zonës, por edhe nga prindër të nxënësve, duhet që institucionet t'i ngrenë në këmbë, pasi e keqja njërë bëhet. Ky mur rrezikon të bjerë nga momenti në moment dhe pranë tij mund të jenë nxënës të shkollës apo edhe banor të zonës. Institucionet duhet të reagojnë sa nuk është vonë e të marrin masa dhe për të larguar këtë rrezik. Por në fakt sa të vi zgjidhja përfundimtare, ka një zgjidhje tjetër, alla shqiptarçe. Muri po mbahet i lidhur që të mos bjerë. Pas këtij vëzhgimi të realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, që duhet të sillte reagimin e drejtorisë së shkollës Ismail Qemali për të vendosur në lëvizje institucionet, por një gjë të tillë që nuk e ka bërë drejtoria e shkollës, po e bën televizioni 6+1 Vlora, tashmë duhet të merren masa të menjëhershme, sa nuk është vonë për të larguar këtë rrezik që mund të marrë jetë njerëzish.